Në kishën e Shëndot në Laç u mbyll në mbrëmjen e 12 qerëshorit dhe ditën e 13 qerëshorit pelegrinazhi i përvitshëm i 13 të martave. Besimtarë nga gjithë Shqipëria kaluan natën në këtë vend të shenjtë duke u lutur drejt atij që njihet ndryshe si shenjti i mrekullive. Me qërim në duar, lutje dhe shpresë në zemër, besimtarët e pritën ditën e madhe të 13 qerëshorit, datës kur shenjti kaloi në amshim. Po kremtojmë këtë natë madhe të bekume në këtë vend ku me të vërtet takohet dhimbja dhe munimi i zemrës njerëzore, vujtja dhe plaga i trupit të çdo njeriu, me hirin e Zotit që vazhdon zbraz mrekullisht dashnin, kurën, përkushtin e tij për mbar njerëzimin. Është i shenjtë sepse në harkun e shekujve, pavarësisht situatave me të cilat është ballafaquar vendi ynë, ky vend ka ditë të ndjelet i ndezur si një pishtar shprese, ku gjithmonë Zoti e ka pranuar lutjen e popullit vet. Ndoshta neve shqiptarët, si pasojë e efektit dramatik të komunizmit, kemi harruar ta përdorim sedrën e ndërgjegjen, e në ta kemi vendosur një trup që është thjesht dominues i asaj vlere themelore ekzistenciale që është dashnia, respekti, përkatësia ndaj Zotit dhe mirësia, dashamirësia ndaj njëri tjetrit. E kështu, duke mos përdor ndërgjegjen, kemi filluar duke përdor njëri tjetrin. Kemi filluar duke kafshu njëri tjetrin. Kemi filluar duke menjanu njëri tjetrin. Kemi filluar tu vra aq shumë e fatkeqësisht tu vetvratrit tan, saqë nuk bën më lajm fakti. E kjo është drama një ndërgjegje të komatizuar. Po, neve shumë mrekulli kena nevojë me kërku këtë natë, po mrekullin e parë kemi nevojë çlirimin e ndërgjegjes. Dikush e ka të burgosun, dikush e ka të harrume, dikush e ka të pezmatume, dikush i brit malshon mrena, po s'don me ngju. Për arqipeshvin e Tiranë-Durrës Arjan Dodaj, kjo është një ditë e madhe për të gjithë besimtarët që kalojnë natën në kishën e Shëndot. Unë jam shumë i lumtur para gjithas që është një natë e madhe për mua, e dëshiroj që të jetë një natë e madhe për çdo shqiptar. Takimi i parë, eventi i parë i madh fetar në Shqipëri ka ndodhur në këtë mal, natën e Shtanojt me 12 qershor të 1990-s. Edhe më ardh këtu mas 35 vitesh, me popullin gjithmonë që do të më kalu natën në këtë vend shenjtë, është një ngushtim i jashtëzakonshëm. Ne duam të besojmë që në vendin tonë, rinin, familjet tona, sepse në këtë natë kemi një bekim, një ngushtim të jashtëzakonshëm. Po shih ku ka ambient më të bukur, më të paq. Nuk ka kushte, por ka një gatishmëri të zemrës. E kështu që është një ftesë, që ndoshta ndonjëherë mungojnë kushtet, por të përshtatna, se shpirti është më i madh se çdo pengesë. Ky objekt kulti daton nga shekulli 13 dhe ai mori famë për shkak të Shëndot, një predikuesi të njohur katolik. Pelegrinazhi zgjat për 13 të marta me radhë, ku besimtarët ngjiten në këmbë drejt kishës për të kryer ritualin e tyre të shenjtë, duke finalizuar me ceremoninë përmbyllëse. Për shumë besimtarë, ky pelegrinazh nuk është thjesht një udhtim fetar, por një përvojë unike shpirtërore.